Të bashkisë Rudi Beka, jo në kostumin e zyrtarit, por në të futbollistit. Duket që po rikthehen emocionet kur keni luajtur futboll? Po, sot është një nga ditët e bukura ku kemi një mundësi për me luajtur me disa nga miqtë tonë që sot me kampionatin e futbollit për moshën mbi 40 në institucionet e Bashkisë Shkodër. Sot kemi përballë Spitalet, kështu që shohim se si do ecim më shumë për aktim se sa për rezultat, po gjithsesi është një ditë e bukur. Shumë kush që luan sot nuk e kanë provuar emocionet e futbollistit. Ju e keni provuar, keni luajtur në Vllaznin. Po, kam luajtur në Vllaznin një periudhë kohet deri në moshën 22 vjeç, ku ma pas la sportin. Janë emocione që besoj pak kush i ka lënë karrierën e vet, nëse në fushën e sportit është një emocion veçantë, si nga ana sportive ashtu nga ana sportdashëve, dhe kam pas fatin me luajtur Vllaznin, kështu që sot kam kohë pa luajtur thon drejtën, po besoj se do kemi mundësi për me shiu. Janë mbi 100 zyrtar kryesisht, të cilët luajnë futboll. Besoj që është një risi dhe një kampionat që duhet. Kryesori është sot ishte mos më vrojë sot. Se është ambulanca është jashtë. Ambulanca është afër, kështu se vëllai ndeshja. Faleminderit që ishte sot edhe shihem ndeshjen. Faleminderit. Ciao.